Debora ishte e vetmja grua në Bibël që udhëhoqi gjithë kombin e Izraelit. Ajo nuk ishte mbretëresh dhe nuk e trashëgoi pushtetin me anë të gjakut. Ishte një grua e zgjedhur nga vetë Zoti në kohën kur pak njerëz dëgjonin zërin e tij. Debora nuk mante kuror, por udhëhiqte me mençuri dhe guxim. Ndërsa shumë burra dridheshin përpara armikut, ajo u ngrit si profetesh, gjykatëse dhe nën në Izrael. Nën hije në një palme, populli vinte tek ajo për drejtësi dhe fjalët e saj sillnin udhëzim hyjnor. Kur generali Barak ngurroi, Debora nuk u tërhoq. Ajo shkoi me të në betejë dhe shpalli: Zoti do ta dorëzojë armikun në duart e një gruaje. Dhe pikërisht kështu ndodhi. Fitoria nuk erdhi nga forca njerëzore, por nga bindja dhe besimi. Debora është e vetmja grua në Bibël që udhëhoqi një kom të tërë në mënyrë shpirtërore, civile dhe ushtarake. Udhëheqja e saj ishte e pastër, zemra e saj e palkundër dhe besimi i saj pathysh. Ajo ishte një dritë në kohë të errta, duke dëshmuar se kur Zoti thret, nuk ka rëndësi nëse je burr apo grua. Ajo që ka rëndësi është nëse je gati të thuash ja ku jam.